Po ndërlidhem aty me zonjën Gjelane, nuk po duhet edhe njëherë me i elaboru çështjet e normativave mbi trashëgimin kulturore apo zonat e mbrojtura dhe objekteve në mbrojtje, qofshin ato të përkohshme apo të përhershme si status, por gjithsesi unë mendoj që gjithë procesi ka qenë i ndërtuar mbrapsht. E para, ne nuk e kemi parë një projekt të plot. Unë personalisht, si person i kësaj fushë, apo edhe kolegët e mi këtu janë leta japin mendimin e tyre, unë nuk e kam parë një projekt të plot me të gjitha fazat se si është një projekt i cili duhet të shkoj dhe në fund të pajiset me leje, dhe me gjithë këto vendimet që duhet të miren për shkak të ndjeshmërive që vinë si pasojë e objekteve të caktuar apo zonës të caktuar, për të kalu pastaj në një proces të gjerë, të diskutimit publik dhe të akterëve që jetojnë aty, punojnë aty, qofshin edhe këtu ku jemi, se cilat janë nevojat, kërkesat dhe si e shohin njerëzit e Prishtinës dhe jo vetëm këta që jetojnë në këtë rrethin, zgjatimin e bulevardit, domethënë Nën Tereza deri tek katedralja. Absolutisht nuk dua të tingëlloj si dikush që jam kundër shtimit të hapësirave publike, sepse ne e vuajmë idenë e hapësirave të pakta publike që janë vetëm ato të trashëguara nga sistemi komunist dhe disa copëza të hapësirave publike nga koha otomane, por që, domethënë, edhe projekti i munguar si i tillë me të gjitha fazat, edhe procesi i munguar i dialogut social, mendoj që përbëjnë problem për gjithë projektin. Është shumë e pasinqert me të thonë drejtën, me nejtë në zyrë ose mos me kuptu njerëzit e Prishtinës kush i bën këto projekte, kush pyetet për këto projekte, sepse ne edhe qytetarë kemi të drejtë mbi qytetin tonë. E aq më tepër që po flasim për kryeqytetin ku të drejtë dialogimi dhe diskutimi kanë edhe qytetarët e tjerë të Kosovës dhe jo vetëm. Tani dikush mund të më thotë mua që ky mund të jetë një proces që s'kryhet kurrë, po megjithatë procesi me qytetarët është e drejtë e garantuar po ashtu me ligjin e planifikimit që është në fuqi dhe ekzistojnë udhëzimet administrative se si duhet të ndërtohet procesi i diskutimit publik, domethënë mbi projektet e caktuara dhe ky nuk bëhet në fund. Në fund është vetëm domethënë një farë miratimi, kushtimisht ta them edhe disa vërejtje që mund t'i jepen sepse njerëzit duhet të angazhohen dhe të jenë pjesë e procesit të hartimit të një plani apo një projekti ideor ose zbatues qysh në fillim, domethënë. E dyta, kjo hapësirë ka qenë mbyllur tash 3 vite. Dhe askush nuk është marrë me asnjë problematikë që qytetarët e Prishtinës e kanë theksuar në idenë e kësaj. Pra, me një fjalë ka pasur kohë mjaftueshëm. As nuk kemi pasur një analizë se çka ka ndodhur në qytet prej se kjo hapësirë është mbyllur, por nuk është trajtuar. Jo, po them ka pasur një kohë mjaftueshme që ti nënshtrohet këtij procesi. Aty po du me dalë në fund, po flas një herë vetëm për idenë se në çka është shndruar qyteti vetëm me një mbyllje arbitrare, domethënë pa një dialog social të rrugës, pa pas edhe projekt. Pa çka që po e thuani edhe ju që ka qenë një kohë mjaftueshme që të hartohet projekti si duhet dhe të kalojë të gjitha fazat. Tani ne nuk mund të presim lishmëri në asnjë proces ku kërkojmë llogaridhënie nga qytetari i Kosovës në çfarëdo lloj procesi, karshi hapësirës publike ose të mirave publike, nëse vetë institucionet që hartojnë politika dhe plane për zhvillim të hapësirës nuk e bëjnë një gjë të tillë dhe nuk e respektojnë aspektin e ligjshmërisë dhe shkallshmërisë midis nivelit lokal dhe nivelit qendror. Është e qartë që komuna ka të drejtë dhe komunat e Kosovës kanë të drejtat jashtëzakonshme me ligjin për veçevrisje lokale që u jipen dhe pavarësitë jashtëzakonshme, por megjithatë në këtë proces shohim jashtëzakonisht shumë arbitraritet. Në fund çka shohim është edhe lufta politike. Për mua ishte e turpshme ajo çka po është dje, domethënë në shesh, sepse mendoj që edhe nëse mund të ketë përplasje politike, qofshin ato dhe puro politike, domethënë, ndalesa ose vonesa ose çka do qoftë në proces, mendoj që këto procese zyrtare duhet të kryhen atje ku janë zyrat. Jo ne të shohim në shesh, domethënë, aso skenash sikur dikur në kohët e lashta kur njerëzit janë përballur ose janë ballafaquar për një mexh ose për një diçka të caktuar. Megjithatë mendoj që kemi institucione dhe kemi procese zyrtare që këto duhet të trajtohen si duhet. Tani, mendoj që zotri Rama, jo vetëm në këtë projekt, po edhe në shumë projekte të tjera, përfshi edhe rrugën Recep Luci, që po ashtu është në gjykatë komerciale dhe ka një gjykim, ka një reagim, domethënë, dhe vendim për kërkesën e banorëve aty, domethënë që janë ankuar, domethënë ka probleme të shumta në krejt këto procese, të cilat thjesht nisma e tyre ose procesi i tyre ka qenë totalisht jo transparent dhe është bërë si vendimari në mënyrë arbitrare. Shifni hapësira si e tillë,
është politike. Kur them politike, është proces politik sepse institucionet dhe vendimet publike mirën nga proceset politike, por nuk është partijake dhe nuk duhet shihet si partijake, as nga nivelli qendror e as nga nivelli lokal, sepse ne historikisht pas luftës në Prishtinë e kemi pasur sa shumë e ka vujt kryeqyteti këtë përplasje ose mos përputhshmëri të vendimeve ose ndalesave ose kryenetësive të një niveli në nivelin tjetër. Por më e pakta që duhet të shohim është që kur vet institucioni ose kryetari i kryeqytetit nuk e përfill, domethënë është vetë arkitekt, s'kam nevojë me spjegu më shumë, domethënë as një ligj në fuqi. Dhe një ligj tjetër që duhet ta vënë në tekst, ne mund t'i kthehemi më pas, ne e kemi pa aq sa kemi mundur të lexojmë si arkitekt, që do të ketë dyqane, do të ketë hapësira të tjera, domethënë funksione shtesë për cilat asnjëherë nuk është diskutuar se kujt i dedikohen, çfarë ka aty, dhe kush do t'i menaxhojë ato, a janë prunë publike, a janë prunë private, nëse do të shndrohen në prona private ose në hapësira që mund të rentohen, atëherë normalisht që ka dhe ligje tjera që implikohen, që janë ligjet e partneriteteve publiko-private, duhet të ketë një dialog po ashtu edhe në këtë proces. Më thonë, nuk janë këto projekte aq të thjeshta si ta bësh një ndërtesë, një shtëpi për një familje. Janë shumë komplekse. Për korekcin ndaj shikuesve, ne kemi insistuar, jo vetëm sot, por tash sa kohë po insistojmë që të kemi në studio edhe zyrtar të komunës së Prishtinës, por kanë shprehur hapë refuzimin se nuk duan të flasin për grupin Koha. I kanë arsyet e tyre pse nuk duan veçanti të flasin për grupin Koha, po së paku kështu na kanë thënë edhe në komunikimet zyrtare. Nuk duan të jenë të pranishëm këtë studio, pavarësisht se kush mund të jetë në përbërje. Atëherë, zoti Tafallari e përmendi pak zonja Hoxha se nuk ka pasur diskutim publik fare. Po a është në përputhje me planin zhvillimor urban? Ju si person që keni punuar në këtë fushë, keni bërë një analizë, a është në përputhje me planin zhvillimor? Para se më përgjigj kësaj pyetjes, ndoshta i kisha kthy fillimit, domethënë të kjo zënka të cilën po e shohim, e cila po shihet që më tepër është politike se sa teknike, për arsye se unë nuk e shoh shumë problem të madh në nxjerrjen e çfarë do leje apo çfarë do certifikate kur ka vullnet të palëve. Mirë po shihet që zgjedhjet lokale i kemi shumë afër, edhe kret kjo zënk, ta quaj zënk, po shfrytëzohet si mas mendimit tim për përpojena politik për të gjitha palëve. Domethënë ka elemente të fuqishme që na shtyn me mendu në këtë drejtim, edhe viktimat kryesore në këtë zënk ose në këtë kacafytje me qujt janë domethënë qytetarët e Prishtinës. Thoni qëllimisht nuk i kanë kërkuar ato leje? Po tash ka indicje të tilla që po na bin me marrë në përfundim që nuk po zgjidhet ky problem. Kur po them unë nuk po zgjidhet ky problem, do të vetë shkurtimisht me shpjegu ata çka e tha zonja Xhelane